Aktiviteti sotëm është turneu i Futboll Pepa Club. Është edicioni i dytë të cilën e zhvillojmë. Në këtë vit për masat i kemi më të gjëra pasi kemi 32 ekipe nga gjithë Shqipëria. Këtu sot nuk kemi për të fituar ndeshje, këtu jemi për të festuar futbollin, miqësinë, fair play-in, të japim fëmijëve një edukatë sa më të mirë që të rriten me sport, të rriten me dëshirën për të punuar dhe për të arritur qëllimet e tyre. I falenderojmë të gjithë ekipet pjesëmarrëse të cilët kanë ardhur, të gjithë prindit të cilët i përkushtohen fëmijëve, të gjithë trajnerët të cilët do jenë këtu me ne gjatë gjithë ditës në këto temperatura dhe shpresojmë të fitojë ekipi më i mirë dhe të fitojë fair play. Ajo për cilën ne kemi organizuar këtë turne është që fëmijët merren me sport. Është vetja mundësi që të jenë larg veseve, larg problematikave dhe të jenë më afër sportit, më afër edukimit, më afër trajnerit, më afër çdo gjë e bukur e cilët përfshin sporti futbolli. Këto aktivitete, sidomos në prag të mbarimit të kampionatit, jam një tregues i gjithë teorisë të fëmijëve të ekipeve të grup moshave, por ka edhe pjesën tjetër që edhe pse kampionati ka mbaruar, ne vazhdojmë të mbajmë aktivitet me qëllim që ata të jenë sa më afër fushave të futbollit, sa më shumë të duan këtë sport dhe të ecin përpara. Këto turne janë turne miqësor. Në fakt ne i vlerësojmë jashtëzakonisht shumë, fusim atë frymën e grindës, të dëshirës dhe të komunikimit dhe të socializimit të fëmijëve, që është pjesa më kryesore, dhe ata të kënaqen, të argëtohen në mënyrën më të mirë të mundshme. More!